vetë edhe me i lanë fëmijët. Fëmijët që ka pranu? Ju ka imbunu. As nuk ju kanë pranu të familja, po besa as nuk ja ka dhënë kërkush me vete. Ose rastet kur ju ka vdek burri për shembull, i ka lënë një fëmijë ose dy, as nuk o kanë që i runë për shkak të presionit që ka mujt me pas brenda vetë familjeve, këto vjen në pa edhe ai presioni që është bë për me u kthy për kunat dikush. Kur i ka vdek burri, i kanë bë presion brave me u kthy për kunat, diçka që ka qenë shumë e rëndë, edhe ajo nuk ka mujt më as me bë vend qatë familje, sepse nuk ka pas mundësi me qëndru, edhe ju ka dasht me, as nuk ka mujt me i marrë fëmijët me veti, edhe ju ka dasht me u kthy te familja vetë. Raste si këto kena zakonisht shumë, më kujtu një rast kur 16 vjet i ka pas një vajzë kur është taku me nanën e vetë, kam qenë prezente edhe une, sikur në për filma, si skenari filmit, diçka që të ka kriju tepër shumë emocion, një dashni e akumulume me vjetë, që veç kur e kanë përqaf njëna tjetrën, mu tash mas 20 vjetë, më krijon emocion sikur me qenë aty. Nuk po besoj që edhe ato vajzat e reja që aksidentalisht gabojnë, prej pavedijes, prej mungesës e edukimit të mirëfillt në familje, e bojnë gabimin më të madh tjetës, t'ja dhënë mundësinë dikujt me abuzu me trupin e saj, edhe mos me pranua atësinë për një krijesë kaq dashun, është me të vërtet për me të dhimbët. Është me të vërtet diçka që ish dash me punu fuqishëm, siç është një, mos me lanë rinin tonë me gabu deri në këtë mas. Pa i përfshi këtë numrin e madh të aborteve që na as nuk mundja me ditë se çka po ndodh. Po prandaj është e rëndësishme. Se gjithë kjo amoralitet, gjithë ky shfrenim kushtimisht po them, natyrisht që rezulton edhe me aborte të shumta. Po që nuk dihet kush ka, ordinanca ka mjaftueshëm qoftë shteti qoftë privat. Njerëz që mbulojnë edhe fatkeqësisht gjithçka shumica, domethënë ka bazën në amoralitet. Përndryshe, prindrit që kanë probleme të shëndetit mendor, që rasti që ke para një kohë në Libjana, po? Në ishtën e PDI-s, nëse s'gaboj, dikon rrethin të PDI-s që ke trajtuar fëmijën e tyne.